Në 6 nëntor të vitit 2023 në Rom, do të nënshkruaj marrëveshja midis kryeministres italiane Giorgia Meloni dhe kryeministrit shqiptar Edi Rama për strehimin e migrantëve të palishëm, e cila parashikonte ngritjen e 2 qendrave në territorin shqiptar. Njëra në Shëngjin si qendërpritje dhe tjetra në Gjadër. Një kamp me kapacitet prej 3000 personash rreth 8 kilometra larg qytetit të Lezhës, aty ku do strehoheshin më pas të gjithë migrantët e ardhur kryesisht nga Afrika, por edhe nga Siria, Bangladeshi dhe Afganistani. Sipas marrëveshjes, të 2 objektet do të quheshin territor në ndikimin italian dhe gjithashtu do të kishin personel nga vendi fqinj, që do të kujdesej për ruajtjen dhe mbarvajtjen e tyre, ndërsa siguria e jashtme do të bëhej nga rojet shqiptare. Italia do të merrte përsipër të gjitha shpenzimet e këtij operacioni, rreth 670 milion euro për 5 vjet. Kjo marrëveshje, e cila u votua në Parlamentin italian më 15 shkurt të vitit 2024, shkaktoi debate dhe protesta si në Itali, ashtu dhe në Shqipëri. Non serve un centro di immigrazione in Albania solo per prendere 3 like su Instagram. E poi c'è anche una ragione economica. È una follia. Quello che è stato fatto in Albania, cioè un grande campo di concentramento riservato a persone straniere che non hanno commesso reati e realizzato nel territorio di un altro Stato, in Europa si è visto solamente nel periodo più buio e terribile della storia europea. E questo ci fa molta impressione e ci preoccupa molto. Nga nënshkrimi shumë përfolur dhe i dyshim të kësaj marrëveshje kanë kaluar më shumë se 2 vjet, kohë në të cilën shteti italian u përpoq më kot ta bënte funksionale. Në më shumë se një rast, gjykatat italiane vendosën transferimin në Itali të emigrantëve që më përpara ishin dërguar në kampet shqiptare, duke i quajtur si shkelje të drejtave të njerëzit këto dërgime jashtë territorit italian. Mesazhi i gjyqësorit ishte i qartë: çdo kërkesë për azil duhet të gjykohet dhe të analizohet pa ndikime politike, gjë që shkaktoi shumë zemërim te kryeministra italiane, e cila i quajti gjykatat një pengesë për politikat e zhvillimit të saj. Por me sa duket, kërcënimet patën efekt të kundërt dhe vetëm pak ditë më parë, një emigrant afrikan, i cili më herët ishte transferuar padrejtësisht në Gjadër, fitoi gjyqin ndaj qeverisë italiane duke përfituar madje një dëmshpërblim simbolik prej 700 eurosh. E thënë shkurt dhe qartë, marrëveshja është një histori dështimi, pavarësisht përpjekjeve të zonjës Meloni për të bindur të gjithë italianët që gjithçka do të shkonte mirë. I centri in Albania funzioneranno. Funzioneranno! Dovessi passarci ogni notte da qui alla fine del governo italiano. Funzioneranno! No. Në fakt e vetmja gjë që ka funksionuar deri tani ka qenë strehimi dhe akomodimi luksoz i gjithë stafit italian të kampeve. Shumica e policëve dhe karabinierëve në resorte me 5 yje në bregdetin e Shëngjinit. Madonna. Avete sentito il centro migranti che stanno costruendo in Albania, qui a Shëngjin, al porto. Perché? Perché noi abbiamo troppi immigrati. Noi siamo sicurezza per il centro, noi dobbiamo controllare solamente il centro. È un accordo, soldi. C'è troppa gente. Ma non c'è nessuno perché se ne sono ritornati in Italia. Non è andato bene l'accordo, perdita di soldi. Ma è polizia o turisti? Perché prima mi ha detto che sei turista. Facciamo tutte e due le cose qua. Noi siamo venuti per lavoro. Quando non lavoriamo facciamo i turisti. Cioè, alla fine... Non ci pagano per fare i turisti. Sei con vacanze qui? Lavoro. Lavoro? Sì, è polizia. Oh. Viene tutto il giorno per spa? Per noi è gratis. Allora, in albergo ci sono polizia, carabinieri e guardia di finanza, sono tutte polizie. C'è troppa gente? Non c'è nulla adesso. Siamo solo noi. Ky investigim disa ditori gazetarëve tona çmontoi propagandën e të dyja qeverive për suksesin e këtyre kampeve, aq sa u kthye në çështje edhe në Parlamentin italian. E se io vedo dei carabinieri e dei poliziotti sulla TV albanese circuiti dalle giornalisti albanesi dentro un resort costruito da noi o comunque convenzionato con noi, stare a discutere con le giornaliste per dire non ci fanno far niente, siamo qui a perdere tempo, io sento un brivido di dolore, perché penso che quei carabinieri e quei poliziotti dovrebbero stare nella stazione di Milano, dovrebbero stare nelle periferie di Roma, dovrebbero stare nelle strade di Firenze o di Napoli. Io sono italiano e patriota quando dico che quei carabinieri e poliziotti dovrebbero garantire la sicurezza e non stare nelle spa dei resort albanesi. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, përveç propagandës, asgjë s'ka funksionuar. Dhe numri i emigrantëve të mbajtur në 2 kampet shqiptare në disa raste ka qenë jo më i madh se gishtat e një rëzdor. Edhe pse plani i marrëveshjes parashikonte një fluks prej 3000 personash në muaj me një total
total prej 36.000 personash në vit. Aty nuk erdhen as 3.000 që të trajtoheshin brenda një muaji, as 300, por as 10 vetë nuk u bën më shumë se sa duhej, por përfundoi në një lloj turizmi për menaxhuesit e kampit që vinin nga Italia. Mjaftojnë këto shifra për të kuptuar nivelin e madh të dështimit. Por ndonjëherë në politik, mjafton të kesh edhe pak fat. Gjë që zonjës Meloni nuk e ka munguar kurrë. Më 10 shkurt të këtij viti, Bashkimi Evropian bëri disa ndryshime të rëndësishme në rregullore, që prekin vendet e treta pritëse të migrantëve, në të cilat bën pjesë edhe Shqipëria. Dhe këto ndryshime që interesojnë çdo shqiptari, ju sjellim sonte ekskluzivisht. Ajo çfarë do t'ju tregoj më poshtë, në dukesh një zhvillim teknik, por që në realitet prek drejt për drejt marrëveshjen Rama-Meloni, si marrëveshje e parë hibride njëkohësisht e pasuksesshme për kontrollin e fluksit të migrantëve. Për ta bërë pak më të qartë, Brukseli po kërkon të vendosë një standard të ri, sipas të cilit çdo marrëveshje përfunduar nga BE-ja ose nga një shtet antar në një vend të tretë për të zbatuar konceptin e vendit të tretë të sigurt, duhet të përfshijë një dispozit që detyron vendin e tretë të shqyrtojë në thelb çdo kërkesë për mbrojtje efektive të paraqitur nga personat e prekur. Le ta riformulojmë edhe një herë pa teknikalitetet e shkresës zyrtare. Nëse një vend i Bashkimit Evropian lidh një marrëveshje me një vend të botës së tretë që konsiderohet i sigurt, tip Shqipëria, atëherë ky vend i tretë ka për detyrë të menaxhojë vetë çdo kërkesë për azil dhe të menaxhojë me të gjitha resurset e migracionin brenda vendit. Per quel che riguarda i paesi terzi, gli accordi per applicare il concetto di paese terzo sicuro devono includere una disposizione che obblighi il paese terzo a esaminare nel merito qualsiasi richiesta. Sarà il paese terzo a doversi occupare totalmente della gestione dei migranti. Nel caso della stipula di un nuovo accordo dovrà essere il paese terzo, quindi in questo caso l'Albania, a coprire i costi di gestione dei centri di accoglienza e di richiesta d'asilo dei migranti. Vendimin e Bashkimit Evropian unë e shoh të pa konsultuar me vendet të cilat po bëhen gati për antarësim, ato që ata i quajnë vende të treta. Për vetë faktin sepse Shqipëria tashmë është propaganduar që ka hapur gjithë kapitujt e Bashkimit Evropian, por nuk ka mbyllur asnjë prej tyre. Gjithsesi është një antare mundshme në të ardhmen e Bashkimit Evropian, por nuk e ka kapacitetet bazë për të bërë absolutisht asnjë veprim për punimin e migracionit ndërkombëtar, duke përfshirë këtu më tej edhe veprime që janë ligjore që prekin në mënyrë të drejtë për drejtë gjykatat shqiptare. Pra, Shqipëria mund të ketë detyrimin që brenda ligjeve dhe konventave ndërkombëtare ti trajtojë vetë migrantët të ardhur. Përfshi këtu jo vetëm shpenzimet, por edhe praktikat ligjore. Qualora venisse stipulato un nuovo accordo, dovrebbero essere invece i giudici albanesi ad accogliere o respingere eventuali richieste d'asilo e eventuali contestazioni sul trattenimento delle persone migranti in Albania. Provoni të imagjinoni pak, një gjykatës shqiptar që ka në dorë fatin e qëndrimit ose kthimit të një fatkeqi afrikan në vendin e origjinës. E para do duhet të studiohet legjislacioni se cilit vend për sa i përket juridiksionit. E dyta do duhet që kjo marrëveshje të kalojë në parlament. Dhe e treta që Shqipëria të arrijë të zbatojë, të implementojë një marrëveshje të këtij lloji, do duhet që të ketë një ligj të veçantë për sa i përket gjykimit nga gjykatat shqiptare të emigrantëve të vendeve të treta për llogari të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, por t'i trajtuar. Ezem që një gjykatë shqiptare vendos që X-i do duhet të kthehet përsëri në vendin e origjinës. Por a do të kaloj kjo përsëri nëpërmjet Italisë apo Spanjës, apo do të shkojë direkt në Sudan, apo në Afganistan, apo në Marok, nuk e di se ku. Dhe për këtë arsye kërkohen marrëveshje ekstradimi. Dilema që janë ende në fazë diskutimi, për më tepër që marrëveshja e 6 nëntorit 2024 vazhdon të jetë në fuqi. Prandaj, që Shqipëria të marrë në dorë qendrat bashkë me fatin e emigrantëve, më përpara marrëveshja Rama-Meloni duhet ndryshuar, ose më sakt duhet ribërë nga e para. Secondo quanto stabilito dal Parlamento europeo, potrebbe oggi farsi un nuovo accordo tra Roma e Tirana che chiede all'Albania di occuparsi della gestione dei migranti. Kjo marrëveshje, nëse do të ribëhet, tashmë e theksoj pas dështimit të marrëveshjes me Italinë, do duhet të shtrohet për një diskutim të gjerë. Ne nuk mund të vihemi më përballë faktit të kryer dhe të mësojmë marrëveshjet në momentin që nënshkruhen, sepse nga kjo do të burojnë edhe detyrime financiare, do të burojnë edhe detyrime ligjore, edhe detyrime për të respektuar konventat ndërkombëtare që lidhen me mënyrën e trajtimit dhe menaxhimit të klandestinëve. Kjo lëvizje mund të jepte një mundësi tjetër kryeministres italiane dhe planit të saj politik, i cili në terren nuk dha asnjë rezultat, përveç pamjeve propagandistike të një grushti emigrantëve
emigrantësh të terrorizuar dhe refuzimeve të vazhdueshme të gjykatave. Po Shqipëria do të përfitojë apo do dëmtohet nga një marrëveshje e re, që ka të ngjarë të kërkohet nga palla italiane? Telegrama potrebbe essere un problema perché dovrebbe assumersi totalmente la gestione economica e giuridica di queste persone migranti, ma potrebbe decidere di concedere un nuovo accordo di tal tipo per accreditarsi verso l'Unione Europea e anche ancora di più verso l'Italia, paese con il quale potrebbe in cambio chiedere un rafforzamento dell'Unione e dello scambio commerciale. Però a quel punto forse è una cosa più difficile da spiegare ai cittadini albanesi. Për sa i përket autokratëve, besoj se ata e gjenë një formë marrëveshje që të mbeten të dyja palë të kënaqura fatkeqësisht. Gjilpëra Peshores po shkon kundra Melonit. Me thellimin e këtyre politikave nuk besoj se ajo do fitojë nga pikpamja politike. Sigurisht mund të fitojë. Duke thelluar autokracinë, është çështje që do ndikojë në demokracinë, edhe një shumicë që mund të jetë kundra marrëveshjes gjithsesi mund të mos ketë impakt. Por që janë shumë pak persona që shohin një sukses të marrëveshjes Rama-Meloni. Sidoqoftë, jo të gjithë mendojnë kështu, sepse në realitet, ëndra europiane e shqiptarëve mund të jetë më e prekshme pasi kryeministri Rama të marrë përsipër një detyrë shtëpie, që në realitet askush nuk e ka kërkuar. Por si një nxënës i zellshëm, mund ta pranoj, duke lënë të kënaqur në veçanti mikën e tij të zemrës. Zonja Meloni është në të drejtën e saj për të menduar në lidhje me emigracionin e paligjshëm në Itali. Dhe kjo është një drejtë e pamohueshme dhe unë për këtë e përgëzoj zonjën Meloni, sepse tregon me të vërtetë që është një lidere, është një udhëheqëse e cila mendon për vendin e saj. Do doja shumë që kryeministri i vendit tim të mendonte për vendin e tij ashtu siç zonja Meloni mendon për vendin e saj. Ajo ku nuk pajtohem me zonjën Meloni është pse kjo duhet i jepet Shqipërisë, vendit më mik që ka Italia në rajonin e saj të Mesdheut. Pas ndryshimeve të 10 shkurtit nga Bashkimi Evropian, gjasat janë që këtë verë të kemi një marrëveshje të re Rama-Meloni. Me aktor kryesor kryeministrin ton, i cili me forcë kartonash në parlament mund të ketë në dorë përveç fatit të Shqipërisë dhe shqiptarëve, edhe procedurat të plota të azilit për emigrantët, me të gjitha detyrimet dhe pasojat që ato sjellin, përfshi dhe respektimin apo në të kundërt shkeljen e të drejtave të njeriut. Dhe këtu mund të lindë një problem i madh për Shqipërinë, e cila do të jetë në lupën e organizatave ndërkombëtare. Shqipëria së pari duhet parë mirë është një vend i sigurt, sepse shqiptarët po emigrojnë në masë prej 10 vitesh, por edhe më shumë sigurisht. Shqiptarët janë shtetasit që bëjnë kërkesa më shumë për sa i përket azilit. Në gjithë Europën, sigurisht në disa vende janë 5 komunitetet më të larta. Pyetja e parë që ne duhet bëjmë si shoqëri, pastaj dhe a Shqipëria a ka politika, institucione, ligje të përshtatshme për respektimin e drejtave të njerëzit. Pastaj kemi dhe raportin e fundit të Shqipërisë ishte në të njëjtën fletë me Izraelin për sa i përket torturave në situata burgimi ose paraburgimi. Rregulloria e re e Brukselit ka hapur shumë dilema. Askush nuk mund të parashikojë të ardhmen e marrëveshjes tashmë 2 vjeçare, që aktualisht është e dështuar, pavarësisht thirrjes së zonjës Meloni. Funzioneranno! Politika mund të ndërtojë qendra, të presë qerita dhe të jap deklarata për partner strategjik, por e drejta ndërkombëtare e azilit nuk funksionon me konferenca shtypi. Ajo kërkon garanci, procedura, përgjegjësi të përcaktuara qartë. Dhe kur Brukseli i fut këto kërkesa në rregullore, hapësira për manovra politike zvoglohet ndjeshëm. Duke vënë Shqipërinë me një histori të gjatë emigrimi në një situatë as pak të rehatshme. Për më tepër që rregulloria e re e Bashkimit Evropian e bën të qartë kush pranon rolin e vendit të tretë të sigurt, përveç barrës së plot ligjore që vjen me të, duhet të pranojnë në territor edhe fluksin e migrantëve. Dhe këtu pak vëmendje, sepse pikërisht këtu është thelbi i problemit, kur bëhet fjalë për një vend të vogël si Shqipëria. Se l'Albania dovesse fare un nuovo accordo con l'Italia, secondo quanto previsto dal nuovo regolamento dell'Unione Europea, e fosse inquadrata come paese terzo sicuro, dovrebbe gestire integralmente le persone migranti mandate sul suo territorio. Questo significa che se qualcuno si trovasse a chiedere diritto d'asilo, lo chiederebbe direttamente all'Albania e se lo ottenesse dovrebbe restare in territorio albanese. Një tjetër problem delikat, kur kemi parasysh akuzat e vazhdueshme të opozitës për të kurrje të popullsisë. Çfarë
ndodh me Shqipërinë? Në një moment kur 40% e popullsisë së Shqipërisë është larguar në një periudhë 10 vjeçare, ku Shqipëria ka arritur të tkurret në afërsisht 1.500.000 banor, ku ka kapacitet fizik Shqipëria për të përballuar një fluks të këtij lloji të emigrantëve? Kjo pyetje më mirë duhet bërë zotit Rama, I cili nga një kryeministër I majt po kthehet në një xhandar të kufive të Europës, duke vënë në zbatim të njëjtat politika të ekstremit të djathtë, por me një ndryshim, sepse po përzët çdo ditë qytetarët e tij. A mos është ky një projekt shpopullimi? Këtë nuk mund ta themi. Asnjë skenar nuk përjashtohet kur bëhet fjalë për pushtet.